Në mesin e dhjetëra fotove që kanë mbushur rrjetet sociale nga festa e ditëlindjes së parë të Luna Marie Ailit, një imazh i vetëm ka arritur të thotë më shumë se çdo fjalë, duke kapur thellësinë e një emocioni të rrallë dhe të vërtetë që ndodh vetëm një herë në jetë. Një çast i qetë, por plot kuptim, që ka prekur mijëra zemra dhe është komentuar si një nga momentet më të ndjera dhe më të bukura të gjithë ditës. Në këtë foto të veçantë, vogëlushja Luna, e veshur me fustanin e saj të kaltër si një princeshë e vogël për allash, shfaqet duke shikuar me një ndjenjë të pashpjegueshme babajnë e saj, Louis Ailin, ndërsa ndodhet në krahët e nënës, Kiarës, e cila i mban të dy pranë me një përqafim që duket sikur do ta ndalë kohën për një moment. Ky nuk është një imazh i zakonshëm familjar, por një sekuencë e mbushur me ndjenjë të thellë që përmbledh të gjithë dashurinë, sigurinë dhe lidhjen shpirtërore që ekziston mes prindit dhe fëmijës që sapo ka nisur rrugëtimin e saj në jetë. Shikimi i Lunës drejt Louisit nuk është vetëm një kurreshtje fëminore, por një gjuhë e heshtur dashurie që thot më shumë se çdo fjalë, një gjest i pastër që tregon afërsi, besim dhe një ndjenjë të lindur që nuk mësohet, por ndjehet në thellësi të shpirtit. Nga ana tjetër, Louisi përkulet drejt vajzës së tij me një përqendrim dhe një butësi që nuk mund të fshihen, një përkujdesje që flet qartë për lidhjen e tij të pathyeshme me të voglën e tij, për rolin e tij si baba i dashur që i dhuron gjithë vëmendjen dhe dashurinë pa kushte. Ndriçimi natyral që reflektohet në fytyrën e Lunës e bën edhe më të veçantë këtë moment, si një dritë që vjen nga brenda dhe ndriçon të gjithë atmosferën përreth, duke krijuar një harmoni të rrallë mes ngjyrave, ndjenjave dhe lidhjeve njerëzore. Ky imazh është shpërndar me mijëra herë dhe është komentuar nga ndjekës të shumtë si një nga pamjet më të vërteta dhe më të sinqerta që janë ndarë nga kjo familje, sepse nuk ka skenar, nuk ka filtra, por ka vetëm ndjenjë të pastër dhe dashuri që buron natyrshëm. Komentet janë mbushur me urime, falënderime dhe lot gëzimi, ku shumë prej ndjekësve janë ndjerë të përfaqësuar dhe të prekur nga ky çast i rrallë. Për publikun që i ka ndjekur Louis Ailin dhe Kiara Titon gjatë gjithë këtij rrugëtimi si prindër, kjo foto është më shumë se një kujtim, është një dëshmi e lidhjes së tyre të thellë me Lunën. Një lidhje që ka nisur me shumë emocion dhe që vetëm sa thellohet çdo ditë e më shumë.